fuzon. Jemi 15 minuta të punës, flasim pak për PD-n. Ka pas një lëvizje apo një takim. Fillimisht i fillua me një kafe, pastaj një takim në Durrës të Salianit Ali Mehmetit, disa ish kandidatë për deputet. Jeni shpresë është një takim privat. Është jashtë strukturave. Sot e parë Salianin pjesë të protestës. Keni deklaruar se e kanë takuar Ali Mehmetin pas takimit. Nuk e dini se jeni takuar apo me Salianin. Janë grupim brenda PD-s? Se çfarë janë, e din ata vetë. Për Sali Berisha çfarë janë? Jo, të them atë vërtetën am këta po, si po. Por ajo është një aktivitet jo i Partisë Demokratike, siç ka statutin dhe normat, është një aktivitet i tij privat. Ai mendon se A nuk thoshte kështu Lulzim Basha kur fillua të foltorët ju që është aktiviteti Sali Berishës? Në thënë drejtë, këtë pa krahasueshme, nuk krahasohen. Por e ka thënë. Jo, është pa krahasueshme, nuk krahasohen, po problemi është këtu. E para një herë, çdo parti ka një kuadër të vetë, ka institucionet e veta, forumet e veta. Ne kemi një kryesi, e cila është mbledh kush e disa herë, dhe ajo është kooptuar si antar kryesie. Dhe me drejtë është kooptuar, sepse ai ishte kryetar i udhëheqës i Elbasanit kur arrestuan. Dhe ne, pavarësisht se nuk e kreu dot detyrën se ishte në burg, doli nga burgu e kooptuam. Ai ka patur mundësi dhe rast t'ia shpreh të gjitha çfarë kishte mendimet e tij kryesisë, pa asnjë lloj hezitimi. Zdyti. Unë vetë kam biseduar me te. Nuk ka folën kryesi për këtë gjë? Po janë protokollet, viti marr kush doj. Se si s'ka asgjë sekrete në ato, janë protokollet. Së dyti, unë e kam thirrë prit, e kam thirrë mrapa. Jo, para se ai ishte i ngarkuar në kombinat dhe ka punuar në kombinat me të gjithë strukturat për Florian Binon. Për të ndihmuar Florian Binon. Ikën zgjedhjet e Tiranës tani se në periudhë zgjedhore s'po ndodh protesta, ikën zgjedhjet tani